Greqia u shkon nga tërmeti sa ishte magnituda. Një tërmet i fortë me magnitudë prej 6.1 ball goditi ishullin grek të Kretës sipas sismologëve. Lëkundjet u ndjen në të gjithë rajonin duke përfshirë të Izraelit, Egjiptit dhe Qipros. Tërmeti ndodhi në orën 6:19 të mëngjesit sipas orës lokale dhe epicendra e tij ishte në veri të Kretës sipas të dhënave paraprake nga qendra sismologjike euromezetare EMSC dhe shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tërmeti goditi në një thellësi prej 69 kilometra, 43 milje. Epicendra e tërmetit ndodhej afërsisht 59 kilometra nga Agios Nikolaos dhe rreth 74 kilometra nga Iraklion, të dyja në ishullin e Kretës. Dridhjet u raportua në të gjithë ishujt e Egjeut dhe pjesë të Greqisë kontinentale përfshirë Athinën. Raportimet më të largëta për dridhje erdhën nga Izraeli, Egjipti dhe Qipëroja. I shkurtër por i fortë, një dridhje fortë, e gjithë shtëpia po dridhej dhe më zgjoi, shkruan në një raport paraqitur nga përdoruesit në Agios Nikolaos në faqen e internetit të EMSC. Rajoni është pjesë e një prej zonave më sismike aktive të Europës, ku bashkojnë pllakat tektonike afrikane dhe euroaziatike. Tërmetet janë të zakonshme në këtë zonë, përveç përgjatë harkut helenik. Veçanërisht përgjatë harkut helenik, i cili historikisht ka prodhuar ngjarje të mëdha dhe dëmtuese. Tërmeti Sejntës vjen pas një tjetër tërmeti me magnitudë 6 që goditi detin Mesdhe javën e kaluar. Ky tërmeti më parshëm u ndje fuqishëm edhe në Kretë dhe ishujt e Egje me dridhjet raportuara deri në Egjipt dhe Izrael.